Buk shtëpie, si ta përgatisni tani bukën e shtëpisë që tu dali kështu e butë edhe e mirë. Tani, do 1 kile me miell të jetë i situr, 1 gjysëm zarfe me maja, kripë 2 lugë të vogla, edhe sheqer 1 lugë të vogël. Uji duhet jetë i vakët, duhet jenë 620 gram ujë, ml ujë, më falni. Tani, duhet ta mbrojni mirë, donja 30 minuta, që ta bini vërdallët derisa të bëhet brumi, që ta mbrojni mirë, pastaj do ta lini më njanë, se duhet që të vijë brumi të fryhet. Do ta merrni prap, që thoni, do ta përpunoni prapë. Do një çik muskull kjo punë, që të na dali buka e mirë, po kështu duhet. Pasi keni përpunuar prapë, do ta lini prapë që të çlodhet, domethënë, të vijë prapë. Edhe pasi e shikoni që është fryrë prapë, pastaja do ta përpunoni prapë, njerëz të dashur, do ta preni në copa, në sa mblat doni që ta bëni juve, neve bukën e themi mblat buke. Kështu topurake. Rotullame, topulake, nejse tani e kuptuat, edhe prap do të lini kështu që të vinë, që të fryhen. Edhe pastaja, pasi është bërë gjithë kjo procedurë gjatë, do ta preni kështu bukuro, edhe do ta vendosni në furrë, që ta pihin në 200 gram në ajër, ç'po them sot, në 200 gradë në ajër për 30 minuta, 35 minuta, varet nga furra juaj, edhe që të dali kjo bukë, o zot, të na bëj mirë.